Fidana e ke ngatru ato në opozitë? Jo, unë menoj që më ngatruaj mu. Unë që s'është parlamentet, s'po debaton në opozitën. Se ky ishte po thotë opozita, tha se nuk është as ngarë me pjesën e opozitës, sepse synon shumë më shumë, 60%. Kushtrim, problemi esencial, unë menoj në këtë mes është që kur ti është mjeshtër, i ikjes së përgjigjeve dhe llogaridhënies kur s'don me dhonë. Dje këtë e ka luajtur në mënyrë maestrale, jo vetëm këtë temë, edhe në shumë temat e tjera, dhe është në fushat, kuptueshëm, kjo pjesa e propagandës, e idesë, e gjithçka tjetër është që funksionon më së miri. Na e dim brenda lëvizjeve të vendosur dhe thash edhe një herë, ka shfrytzuar secilin minutë, pa shkak që opinioni është ai që vlerëson. Të 60% i kushtrim, nëse më lejohet, herën e kaluar në tetor ti pa të ryp 4 minuta nëse të kujtohet në një përmbledhje që e pa davo qysh unë e shoh rezultatin ose qysh unë e shoh zhvillimet brenda që po ndodhin brenda subjekteve. Sa radhë po provoj pak më shpejt me përmbledh. Unë nuk besoj që ka ndryshim rezultati të dielën, sepse nuk ka ndryshim partive politike në këto zgjedhje. Po fillojnë nga vetë vendosja që është pothuajse e njëjta dhe është identike me ato që është paraqitur në zgjedhjet e dhjetorit, aty këtu disa ndryshime kozmetike të emrave që nuk paraqesin asnjë lloj rrisie, aty këtu disa ndryshime po ashtu kozmetike në program që nuk janë të sqaruar se si duhet, u përmendën edhe dje shkurtazi gjatë debatit. Pra në esencë vendosja është ajo që ka qenë në dhjetor dhe synon me përsëritje të rezultate. PDK-ja rrezikon kushtrim për herë të parë me hub disa vota, ose të ketë rënje të numrit të votuesve, për shkak se ka një zhgënjim brenda elektoratit të PDK-s, pikërisht që PDK-ja nuk ka ndryshuar nga dhjetori. Është e njëjta në koncept, është e njëjta në paraqitje, është e njëjta në diskutim të mbrëmshëm, është e njëjta në grupe dhe gjithçka tjetër. LDK-ja, kthimi i Vjosës dhe bashkimi me Lumir Abdixhikun, a di si ngjan kjo? Është sikurse ai malli kinez, që edhe është falso, edhe nuk qëndron. Pra, këta dy janë bë bashk, potencialisht që ta shpëtojnë vetveten me një krizë që kanë pas. Vjosa Osmani ka qenë me një udhkryq të paqartë pasi kur të refuzoi të bëjë presidente. Abdixhiku po ashtu me ballafaqimet e brendshme që i ka, edhe njëjti ka qenë në udhkryq, kështu që janë bë bashk në një po flas koncept i cili nuk funksionon dhe nuk është i qëndrueshëm. Unë besoj që LDK-ja ballafaqimin e vërtet do ta ketë pas datës 7 qershor, pra kur do të ketë një goditje të re për nga rezultati që pritet ta marrë në zgjedhjet e 7 qershorit. AK-ja me Ardian Xhinin po ashtu nuk është lëvizje e re që mund t'i prezantohet elektoratit, sepse është kohë shumë e shkurtë dhe Ardian Xhinit nuk mund t'i atribuohen as rezultatet pozitive që ndoshta mund t'i marrë AK-ja, por as negative, pra nuk mund t'i atribuohet as dështimi potencial i AK-s. Në këtë mes, në këtë përmbledhje që po e bëj kushtrim, subjektet politike nuk kanë ndryshuar fare nga zgjedhjet e dhjetorit, pa çka që as rezultati nuk ndryshon këtë të diel në raport me të se çka presim. Unë pres rezultat njëjtë, përsëritje aty këtu të -+2% në atë marrë të gabimit të kësaj dalje dhe një ridefinim besoj skenës politike pasaj, sidomos tek partitë opozitare. Do të vjen në tutje me 6